Jemi në kilometrin e 3 në dalje të Librazhit, ku në orën 10:15 ka ndodhur një rrëshqitje e kurit masiv që shihni edhe në kurrizin tim. Situata vjen absolutisht për shkak të rreshjeve të tëndura, të cilat siç jeni në dieni ne kemi mjaft të tëra që i raportojmë, dhe në fakt edhe në kurriz tim dallohet qartë një mingopje e shpatit me ujë. Kjo ka shkaktuar dhe rrëshqitjen. Kam shumë nevojë të theksoj që kjo është vetëm për shkak të fenomen natyror i lidhur me rreshjet e shihut, pasi ndërkohë që po vija në vendngjarje, pash në mediat caktuara është raportuar edhe për shkak të punimeve që po ndodhin. Këto unë do doja ta mohoja kategorikisht, pasi është fenomen absolutisht natyror dhe nuk lidhet me punimet apo diçka tjetër. Për sa mund të hapet dhe pjesa e rrugës? Si që shikoni, ka një gatishmëri totale nga ana e kontraktorit të mirëmbajtjes edhe nga ana e kontraktorit që ishte në afërsi këtu, duke sjellë në dispozicion të gjithë mjetet e tij, dhe po ndodh pastrimi, të cilin unë shpresoj shumë, nga çfarë diskutova me inxhinierët, që ndodhi rreth 30-40 minuta nga ky moment që ne po flasim së bashku. Faleminderit juve.